Pse vendet si Irani dhe Venezuela vazhdojnë të përplasen me Shtetet e Bashkuara? Nuk është thjesht çështje politike, në thelb është çështje parash, konkretisht fuqie financiare globale. Pas përfundimit të standardit të arit në vitin 1971, SBA-s i duhej një mekanizëm i ri për të ruajtur dominimin e dollarit. Prandaj, ajo lidhi një marrëveshje me Arabinë Saudite, të shesin naftën vetëm në dollar amerikan, dhe në këmbim SBA do t'u ofronte mbrojtje ushtarake. Ky sistem u bë i njohur si petrodollari. Nafta është burimi më i rëndësishëm në botë. Çdo komb ka nevojë për të. Prandaj, kur nafta tregtohet vetëm në dollar amerikan, çdo vend detyrohet të ketë dollar. Kjo krijon një kërkesë të vazhdueshme globale dhe i jep Shteteve të Bashkuara një ndikim të jashtëzakonshëm financiar. Megjithatë, disa vende po e sfidojnë këtë sistem. Irani dhe Venezuela filluan të shesin naftën e tyre në valuta të tjera, si juani kinez dhe euro. Ky proces quhet dedollarizim dhe paraqet një kërcënim të drejtë për drejtë, sepse nëse tregtimi i naftës largohet nga dollari, dominimi amerikan fillon të dobësohet. Përgjigjja e SBA-s ka qenë sanksione, izolim financiar, presion mbi shitjet e tyre të naftës dhe në disa raste madje edhe luftë.